Ju përshëndes gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, asgjë e papritur nga gara për zgjedhjen e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Selia Blu i mbylli fizikisht derën Salianit, i cili e dorëzoi dosjen e kandidimit për kryetar të Partisë Demokratike tek tryeza e Rojes. Regjistrohet incident dhe me Evi Kokalarin, e cila thotë se dosja e saj është refuzuar të merret në dorëzim. Flamur Noka thotë se nuk do të pranohen kandidatët e Edi Ramës, Suel Çelës dhe Carlo Bolinos. Portokallia Blu mbahet të njëjtën. 30 prilli theu heshtjen e gjatë në Partinë Demokratike, me pak dram dhe shumë humor. Në limitet e afatit kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike, 3 pretendentëve ju mbyll dera. E para e provoi Evi Kokalari, çoi avokatin me zarf, i than ta sjell me post. I dyti Saliani, nuk erdhi dot nga Londra, çoi 2 djem të rinj për të dorëzuar edhe ai zarfin, por veç Rojes nuk gjetën askën tjetër, tentuan të hapin dhe derën, por e gjetën të kyçur. Ajo që u premtua, që ishte pikërisht gara e hapur, që premtoi në rithemelim doktor Berisha, tregon qartë që nuk ka as edhe një formë për të hyrë në zyrat e organizimit për një garë dhe jo më të garosh përballë Sali Berishës. Saliani vetë përjashtuar nuk shkeli dot në obor, si do kandidoi për kryetar, nga gjithë të tjerët ai ka dorëzuar edhe platformën e tij, kërkon një hap pas nga Berisha, mbajtjen e Nenit Basha, lista të hapura 100%, bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, si dhe mbështetjet pa kushtëzuar për SPAK, por në Partinë Demokratike kanë arsye më subjektive. Ju mund të doni që Edi Rama të sjellë dhe të sjellë dokumenta për Gysi, Sueli, vje shumë keq. Ka kritere kjo parti. Kurse Alesia Balliu çoi 2 herë postierin e vet, por nëse arsyeja e ndalimit Salianit është më shumë subjektive, për Alesia Balliun është më tepër objektive. Për mafiozin Vari Carlon, s'do jetë kurrë. Po për një demokrat apo për një burgosur politik që bëri burg për partinë. Zarfet ngelën në recepcion, në pritje të Albana Bokshit, e cila ditën kur duhet priste kandidatura në Tiranë, kishte punë më të mëdha, shoqëronte kryekandidatin në Zagreb. Ndërkohë në Partinë Demokratike është faqur një person enigmatik me emrin Mereme, e cila dorëzoi zarfin e kandidimit. ABC News konfirmon se ky person është nga Durrësi, ka marrë pjesë në primare dhe ka marrë vetëm 43 vota, por çuditërisht ajo i plotson kriteret e vona nga Sali Berisha, i cili me sa duket do të ketë një garë gazmore më datë 23 maj përballë një kolegeje mjeke. Vetë Meremia thotë se ka shumë respekt për Sali Berishën, një nga risitë e kandidates nga Durrësi, ose ajo nuk e thërret Berishën doktor, por profesor. Me syze dielli në këtë ditë me shi, kjo zonjë erdhi në Seli për të sfiduar Sali Berishën për kryetar të Partisë Demokratike. Quhet Mereme Sela, nga Fushkruja, mjeke epidemiologe në QSUT, me shumë eksperiencë në shëndetësi, por me pak rezultate në politikë. Dhe pjesa ku kam qenë kandidate për primaret, ku kam dalë me 43 vota. Roli drejtuese nuk më dhan asnjëherë. Unë për fatin që punoj në qendrën spitalore universitare, jam mjeke epidemiologe, kam qenë drejtuese e parë e këtij sektori. Sektori është sektori i kontrollit infeksioneve spitalore. Unë garoj për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, në qoftë se populli i intereson shëndeti, jeta, ekonomia, arsimi, fëmia, jam një nga personat me gjithë backgroundin e duhur. Meremia Dogar, por kur rebelët duan përballje me doktorin, ajo ka shumë respekt për profesorin. Kompetentën e keni me Sali Berishën? Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Edhe pse me profilin më të ulët, sinjali i parë nga Selia Blu është se Meremia duhet të bëhet gati për garën me Berishën. Mereme Sela është demokrat. Është antare e partisë. Është pritur, ka dorëzuar. A i plotson kriterit, as i plotson kriterit, është çështje e institucioneve. Kjo mund të jetë gara më gazmore në historinë e Partisë Demokratike, një epidemiologe që do të shpëtoj Partinë Demokratike nga berishizmi, apo do të kuroj edhe një herë fytyrën e vjetër të Berishës. Gjithsesi, gjetja mbetet historike, një mjeke përballë doktorit.
Tauland Balla dëshmoi në cilësinë e paditësit në gjyqin e dosjes Partizani ku të pandehur janë Sali Berisha dhe dhëndri i tij. Kryedeputeti socialist as i qëndron kallëzimit të tij në dëshminë e tij në proces, Balla tha se privatizimi i ish-klubit Partizani u përshpejtua nga ish-kryeministri Berisha për të favorizuar Jamarbër Maltezin. Balla tha se privatizimi kishte cënuar interesin publik dhe ishte kryer në kundërshtim me ligjin. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla dëshmoi për më shumë se 3 orë në procesin e privatizimit të ish-klubit Shumë Sportësh Partizani, në cilësinë e kallëzuesit të Sali Berishës dhe Jamarbër Maltezit. Balla ju përgjigj pyetjeve të prokurorëve duke thënë se që nga viti 2012 deri në 2020, kur depozitoi kallëzimin në SPAK, ka patur dyshime për mënyrën se si është proceduar nga organet përgjegjëse për privatizimin e Partizanit dhe se Berisha në cilësinë e kryeministrit ka favorizuar dhëndrin e tij Jamarbër Maltezi. Në kallëzim kam hedhur edhe dyshimin që kishim të bëjmë me një formë të fshehjes të pasurisë apo të ndërmjetësimit të paligjshëm. Për shkak të pozicionit të Sali Berishës si kryeministër, përfitonte nga këto lidhje dhëndri i tij. U shfrytëzua lidhje shkak pasojë për të përmbyllur procesin e njohjes dhe privatizimit me një vlerë qesharake, ku në një kohë të shkurtër janë marrë të gjitha lejet për ndërtimin e 17 godinave, aty ku ka qenë një klub sportiv. Në vlerësimin tim, 2 godina të mëdha me sipërfaqe të mëdha nuk mund të vlerësoheshin me 10 milion lekë të reja. Ishte dyshim se si ka mundësi në një kohë 6 mujore të bëhej e gjitha kjo. Kjo bënte dalje nga normat kohore mesatare që ndiqet me prona të tilla. Pas përfundimit të seancës, socialisti Tauland Balla tha se i qëndron kallëzimit të tij dhe se është i kënaqur që kjo çështje korrupsioni është në dorë të drejtësisë. Fakti që në bankën e të akuzuarve ka persona të cilët këto 35 vite kanë qeverisur vendin, kanë qenë president Republikës dhe akuzohen për korrupsion, fshehet pasurisë, është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët. Unë uroj që procesi të jetë i drejtë dhe përgjegjësia penale të shkojë te gjithkush nga personat të cilët i kanë këto përgjegjësi. Balla tha ndër të tjera se uron që gjykata ta thrasë dëshmitar edhe për dosjen 21 janarit, çështje të cilën e ka kallëzuar që në vitin 2011, kur në bulevard nga selia e qeverisë u vran 4 protestues të pafajshëm. Ka i vendim gjykatës lart, ka i vendim gjykatës Strasburgut, ka një regjistrim procedimi penal nga ana e prokurisë posaçme për 21 janarin. Shpresoj shumë që edhe kjo çështje më jepet mundësia si dëshmitar, sepse kam qenë në protestën e 21 janarit. Edhe në këtë kallëzim, prokurorisë e posaçme i është kërkuar nga familjarët e ndjerit Alex Nika të hetohet roli i Berishës si kryeministër për kohën. Lufta në lindjen e mesme mund të ngadalsojë rritjen ekonomike në vend. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se curia ekonomike ka qenë e qëndrueshme në 3 muajt e parë të vitit, por kriza e shkaktuar nga lufta do të ndikojë dhe ekonominë shqiptare në rast vijimit mëtejshëm të konfliktit dhe të pasojave të tij. Qeveria do të mbështesë me ndihmë shtresat në nevojë. Konflikti në lindjen e mesme ka krijuar një sër pikpyetjesh për ekonominë shqiptare. Ministri i Financave Petrit Malaj tha se nëse lufta zgjat, kjo do të reflektohet edhe në nivelin e rritjes ekonomike. Sipas kreut të financave, aktualisht po monitorohet situata dhe nëse vijon rritja e çmimeve do të mbështeten shtresat në nevojë. Rishikimi i rritjes ekonomike është një, po themi, veprim i drejtë dhe këto rishikime mund ndodhin për sa kohë situata është dinamike, pra nuk kemi situatë ku ne nuk e dim ende se si do të përfundoj konflikti në lindjen e mesme. Megjithatë, nga ana e qeverisë ne jemi duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme situatën, kryesisht edhe se si do të reagojë, domethënë tregu për sa i përket rritjes së çmimeve dhe kush do të jetë niveli i inflacionit muaj pas muaj. Rekomandimet e Bankës Botërore, por kryesisht dhe rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë të tilla që reagimet e qeverive duhet orientohen si fillim drejt mbrojtjes së grupeve vulnerabël, pra shtresave që janë më në nevojë, qofshin këto pensionistët apo familjet që marrin ndihmë ekonomike. Kreu i Financave tha se ekonomia shqiptare ka pasur një formalizim më të fortë në 3 muajt e parë të këtij viti dhe kjo konfirmohet nga rritja e kontributeve shoqërore, rritja e pagave dhe fitimeve të bizneseve. Në aspektin e mbledhjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, ato kanë arritur në masën 45.7 miliard lek,
Edhe këtu përsëri jemi me një rritje me rreth 37 milion euro më shumë kontribute të mbledhura për gjatë këtij tremujori krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025, ose në përqindje kemi një rritje të kontributeve krahasuar me këto dy periudha me 8.9%. Të ardhurat nga kontributet vijojnë normalisht të shënojnë një ecuri pozitive nga tremujori në tremujor, ashtu siç kemi dhe raportuar më parë, dhe kjo mbështetet natyrisht nga zgjerimi i bazës së kontribuzëve, si dhe pa diskutim nga rritja e pagave si në sektorin publik ashtu dhe në sektorin privat. Një tregues mjaft optimist për ekonominë shqiptare është edhe ulja e nivelit të borxhit publik. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, borxhi publik i vendit ka zbritur në 48.7% të prodhimit të brendshëm bruto, shifër kjo më e ulta e regjistruar në 2 dekadat e fundit. Ndalemi tani me zhvillimet politike, konkretisht tek situata në Partinë Demokratike me përfundimin e afatit për dorëzimin e kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike. Gjitha zhvillimet e ditës së sotme i diskutojnë në këtë moment me zotin Rezart Kthupi, i cili është bashkuar me mua në studio. Ju përshëndes zoti Kthupi, faleminderit që jeni me ne. Si pat ju zhvillimet që në fakt ka nisur që nga dita e djeshme me publikimin 24 orë para, të atyre që do të kishin mundësi të kandidonin në këtë garë për kryetar të Partisë Demokratike, me refuzimin e 3 kandidaturave të bëra publike, Evi Kokallari, Ervin Saljani dhe Alesja Balliu, dhe duket sikur është pranuar një zonjë enigmatike. E para punës, jo publikimi 24 orë para, publikimin me 20 ditë vonesë. Mirë, më pak se 24 orë. Jo, nuk e kam problemin ke koha e fundit. E kam problemin sa kohë ka kaluar nga momenti që është bërë vendimi. Që do referon e vendimi është datës 18 mars. Dhe kishin nga 18 marsit deri në 29 prill për ta publikuar. 40 ditë, relativisht. Nuk u publikua për 40 ditë, dhe u publikua në më pak se 24 orë nga fundi i afatit. Kjo është mesazh më së mjaftueshëm për të kuptuar se kush do tjetë cilësia e zgjedhjeve të majt në PD. Pastaj pjesa tjetër e mos lejimit kandidature, derivatet njëjtit në modus operandi. Jo më kote njësa me atë momentin dje. Sepse fakti që një vendim merret në datë 18 mars dhe publikohet në datë 29 prill është domethënës, sepse është vendimi që do të lejonte ose do të rregullonte mundësinë e kujtdo që kishte interes të kandidonte. Kush do bënda këtij afati mund të kandidonte. Fakti që një vendim i shkruar në letër, i vendosur, i firmosur, i vullosur në datë 18 mars publikohet me 29 prill, tregon gjithçka se kush është qëllimi i atyre që e kanë marrë vendimin. Në të kundërt do ishte publikuar, s'po themi me 18 mars, po të paktën me 19, me 20 apo me 29 mars. Do kishin kohë të gjithë ata që kishin një interes për të luftuar për pozicionin e kryetarit të PD-s, shkonin dhe të luftonin. Këtu pastaj shtohet dhe kjo që shia mbitor, që ti e para punës, mos lejimi i kandidaturave duhet bëhet me vendim. Flasim kështu tash në termin administrativ të gjës. Kandidaturat depozitohen pranë një komisioni, Komisioni i Operacioneve Elektorale, dhe ky komisioni duhet mblidhet, duhet marrë një vendim, ta nxjerrë në formë të shkruar. Ky do të ishte standardi i një procesi zgjedhor. Ja vendos kritere. Por edhe për kriteret duhet marrë një vendim. Okej? Kriteret nuk vlerësohen kështu në mënyrë empirike. Ulimin e dytë themi këta nuk i plotësojnë kriteret. Mblidhen ato njerëzit që kanë emrin aty, vendosin, thonë ne shqyrtuam dokumentacionin, ne pranuam dokumentacionin, se këtu fillon problemi nga aja. Këtu nuk pranohet dokumentacioni. Për të arrit pastaj ke shqyrtimi i kriterëve, duhet të arrish ta depozitosh dokumentacionin, të marrin këta njerëzit ta pranojnë, të mblidhen, të ulin ta shqyrtojnë dokumentacionin, të vlerësojnë kush nga kriteret nuk plotësohet dhe dalin me vendimin dhe thonë që zoti Ervin Saljani për shembull nuk plotëson kriterin e pastërtisë figurës. Dhe do ishte mjaftueshme si kriter për ta skualifikuar. Problemi është që këtu ti nuk arrin të depozitosh dokumentat. Ti brenda një afati për 22 orësh që i lihet dritare të gjithë atyre që duhet të kandidojnë, nuk të lihet koha ti depozitosh dokumentat. Dhe unë kështu në këtë naivitetin publik kam një pyetje. Berisha, kur i depozitoi dokumentat? Kur është nënshkruar dokumenti? Kur i ka depozituar Sali Berisha dokumentat në PD? Si i depozitoi? Se kjo është pyetja reale sot që flasim. Pse Sali Berisha është kandidat? Kush i depozitoi dokumentat Sali Berishës? A e plotëson Sali Berisha kriterin e pastërtisë figurës si një person që është në hetim dhe në ndjekje penale? Hajde diskutojmë. Se ky është e ka formulari i dekriminalizimit dhe ja jeni në ndjekje penale nga një institucion. Po, më duket se në Partinë Demokratike kanë probleme vetëm me vendimin e formës prerë. Okej.
Atëre, hajde të marrim këto kriteret e tjera. Kjo zonja, me gjithë respektin, e cila është pranuar si kandidaturë, flasim. Flamur nuk ka kështu tha, të paktën në këtë sitën e parë, që s'ka lidhje fare me këtë pjesën praktikisht. Janë disa sita, po të paktën deri tani tha duket që i plotëson ato kriteret për qendrore partie për të patur pas. Po Flamuri nuk është pjesë e komisionit të operacioneve elektorale. Teorikisht nuk mund të përgjigjet për diçka që nuk është nën hyjmin e tij të drejtë për drejtë. Komisioni mund të thotë që nesër as kjo zonjë nuk plotëson kriteret. Dhe flasim tash për kriteret. Nëse kriteret janë, nëse unë nuk mbaj mend gabim, kriteri është që duhet një figurë publike që të ketë një aktivitet shquar politik. Si e ka emrin zonja? Mere Mesela. Ti e kështë dëgjuar dje këtë emër? Sigurisht që jo. A i plotëson kriterin të qenë një figurë publike me aktivitet shquar politik? Ka marrë 43 vota në qarkun e Durrësit. A e plotëson, nuk ka lidhje, nuk merren fare me votat. A e plotëson kriterin të qenë një figurë shquar publike? Sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Këtu mbaron debati pastaj se çfarë lloj zgjedhjesh i duke bërë. Po ti marrësh gjithë të copzat veç, me gjithë respektin për zonjën, burime në kandidimin e saj. Por gjithë të copzat bashkë çojnë një pikë, që zgjedhjet po bëhen që Sali Berisha kur të fitoj, mos të fitoj me 80% votave, as me 70, po të fitoj me 99.99999. Për këtë 0.01% që duhej kandidatura e zonjës Mereme? Kandidatura e zonjës Mereme duhet për procedurën e zgjedhjeve, se nuk mund të kandidon dhe Sali Berisha i vetëm. Duhet kandidon dhe përballë dikujt. Dhe kjo është procedura. Këto nuk janë zgjedhje, kjo është procedurë zgjedhjesh, po jo zgjedhje reale. Dhe zgjedhje reale do të kërkonin kandidaturë, do të kërkonin debat publik, do të kërkonin platforma. Sot që flasim, Sali Berisha që është kandidati fituesi real i garës, nuk ka një platformë se çfarë do bëjmë PD kur ta rifitoj. A dhe asnjë nga kandidatët nuk kishte një platformë, nuk pati një debat publik, se debati bëhet, zgjedhjet bëhen për debatuar, për zhvilluar ide, për përzgjedh figurat më të mira të mundshme. Këtë gjë nuk e pam. Kandidatëve u lihet një muaj kohë dhe besoj që një muaj zonja Mereme dhe zoti Berisha do dalin të dy në debatet shumë të me njëri tjetrin për të përzgjedhur mundësisht pastaj demokratët kush do të jetë kandidati më i mirë i mundshëm për ta drejtuar PD. Po, është për të ardhur keq fakt që edhe ne po e trajtojmë me nota humori, se ky duhet ishte një proces. Se nuk ka vend për seriozitet, që të jemi të sinqertë. Nuk do kishte vend për seriozitet nëse do kishte një minimum serioziteti nga ata që e bëjnë procesin. Në atë moment, po, hajde diskutojmë, procesi është serioz, ndoshta Berisha do të fitoj, dhe nuk ka asnjë dyshim që Berisha do të fitonte kundrejt kujdo rivali brenda PD-s. Por serioziteti i procesit bën prodhon dhe seriozitetin e fituesit. Automatikisht edhe ne ta trajtojmë të tillë, duke patur parasysh do të jetë Sali Berisha me zonjën Mereme Mesela pa e paragjykuar, po të paktën atë që përfaqëson deri në këtë moment. I urojmë suksese. Por serioziteti për të arritur deri tek procesi i përzgjedhjes kandidaturave tregon që ne nuk kemi një zgjedhje, kemi një procedurë zgjedhjesh me cilën duhet plotësohen ato aktet formale, dokumentimit që zgjedhjet u bën, u rizgjohet prap Sali Berisha dhe mbas rizgjedhjes Sali Berishës me 99.999% të votave si kryetari më i mirë që mund zgjidhet te PD-ja. Do të kemi një PD të re, të rithemeluar, të riformuar. Edhe të hapur. Dhe të hapur. Pastaj do e hapim PD-n. Zoti Kthupi, në këtë retorik, ju e prisnit që Saliani nuk do të pranojë në këtë proces? Unë kam thënë që në fillim që Saliani nuk mund të pranojë në atë proces për shkak të vendimit të gjykatës apelit. Përtej gjithë metodologjisë që përdor struktura e Partisë Demokratike për të përjashtuar kandidatët, zoti Saliani nuk e plotësonte këtë kusht. Ka qenë gjithmonë një nga kriteret që nga miratimi i ligjit 138/2015 për dekriminalizimin, një nga kriteret që është vendosur gjithmonë për gjitha kandidaturat në gjitha nivelet e PD-s ka qenë formulari i dekriminalizimit. Dhe përsa kon atë formular zoti Saliani rezulton i dënuar, nuk do ta plotësonte kriterin. Nuk mendoj që zoti Saliani kishte realisht mundësin ligjore për të kandiduar për kryetar PD-je. Politikisht pastaj është diskutim tjetër. Po politikisht çfarë mendoni ju se do të sjellë ky refuzim i Salianit nga kjo dëshirë politike që ai ka patur, po duke patur parasysh se siç e thamë edhe zoti Berisha është i pandehur, mbase mund bëhen tolerime në një forcë politike të tillë. Tolerimet, momenti kohor për tolerimet kaloi, zoti Saliani nuk u tolerua, zoti Berisha nuk e merr asnjëri mundimin as ta thotë këtë që ekziston kjo kleçka e vogël. Kështu që mendoj që strategjia ishte e gabuar. Mendoj që zoti Saliani duhet konkuronte me një grupim njerëzish, jo vetëm për pozicionin e kryetarit PD-s, por për gjithë
kupolën drejtuese të PD-s. Nëse don të hysh në një betejë, nuk mund të hysh në betejë fillikan. Duhet të hysh në betejë me një grupim që synon gjithashtu strukturën e PD-s. I gjithë fokusin PD është vetëm te kryetari te Berisha, ndërkohë që ka një kupol tërë drejtuese që menaxhon Partinë Demokratike. Dhe sot Berisha nuk është i fortë sepse është Sali Berisha. Berisha është i fortë sepse ka sekretarin e përgjithshëm Flamur Nokën, ka Komisionin e Kontrollit të Operacioneve Elektorale, ka me njerëz që janë me Albana Vokshi, me Gens Tazimiri, me Ivi Kason, me Eno Bozdun, që janë njerëz besnik të Berishës. Dhe në fund fare, nëse kjo struktura poshtë nuk shpërbëhet, është ka dhe një grup pune për statutin me Gazmend Bardhin. Po, patjetër, me fetë do bëjmë një statut të ri më të mirë. Dëgjoj, se është mund vjen keq ta them fatikisht, por statutin PD mund ta shkruash si duash ti. Dhe në fund fare, ai që interpreton statutin është Sali Berisha. Ti shkruaj statutin që Berisha nuk mund të jetë kryetar PD dhe Berisha do ta interpretojë statutin sikur ajo dispozita thotë se Berisha duhet të jetë kryetar PD. Kështu që se çfarë shkruan Gazbardhi me gjithë juristët e shkëlqyer që ka PD-ja, nuk ka asnjë vlerë përballë interpretimit që i bën këtij statuti Sali Berisha. Se po të ishte për statutin, Sali Berisha nuk do ishte kandidat. Po, për statutin. Ndaj e preka këtë... Hajde ta shkruajmë, si të doni ju shkruajnë statutin, për fundimin që Sali Berisha do ta interpretojë pastaj në një formë tjetër. A merr fund këtu kjo lëvizje politike e Saljanit dhe prisni ju që ai Neni Basha në statutin e Partisë Demokratike ndoshta të hap një betejë të re ligjore? Çfarë parashikoni prap pas përfundimit të këtij procesi zgjedhor që e kemi shpallur sapo u shpallën që do të ketë zgjedhje që do të jetë sërish kryetar Berisha? Po që do ishte kryetar Berisha e dinim që përpara. Çështja ishte e mënyrës së zgjedhjes dhe sasisë votave. Këto do dyja do të bënin diferencën e madhe. Mënyra e zgjedhjes po e shikojmë si po shkon, sasia e votave do është pasojë e mënyrës së zgjedhjes, kështu që tash jemi të qartë se ç'do ndodh në fund ditës në 30 maj. Problemi është që unë nuk shikoj ndonjë rrugë ligjore pas përfundimit të procesit zgjedhor. Dhe çdo rrugë ligjore është aq e gjatë në fakt se nuk do ta cënonte pastaj drejtimin e PD-s nga vetë Berisha. Çdo tentativë për ta gjetur zgjidhjen që do të ishte zgjidhje politike brenda PD-s, një zgjidhje ligjore, është një rrugë aq e gjatë që nuk çon asgjë kundi. Dhe kjo e thon nga një nga persona që e ka tentuar rrugën ligjore për zgjidhur një çështje politike në PD. Po është artikuluar të paktën edhe publikisht që një nga skenaret mund të jetë edhe ky, të një personi që do të ishte interesuar të kandidonte si kryetari i Partisë Demokratike, çuarje në gjykat, konkretisht statutit që nuk lejon kryetarin që unë zgjedhet të jetë sërish kryetar. Që të arrish në këtë pikë do duhet që Komisioni i Operacioneve Elektorale të nxjerrë një vendim me shkrim që të ka refuzuar si kandidat. Sepse vetëm në atë moment ti mund të legjitimohesh në gjykat për të ngritur një kërkesë. Dhe sikurse po shikojmë, nuk ka një vendim për refuzimin e kandidaturave. Thjesht del zoti Noka dhe thotë që kandidaturat janë refuzuar. Ndërkohë që duhet dilte zonja Vokshi, si kryetare e komisionit, që paktën bën një deklarim publik, i cili në një ekstrem ligjor mund të përdorej si deklaratë publike për legjitimoher personin që do të kronte një procedurë gjyqësore. Por këtë deklaratë del e bën zoti Noka, cila nuk legjitimon askënd se çka tankohet, pse nuk u miratua, pse nuk u pranova kandidatura. Sepse pranimin e kandidaturës fatkeqësisht nuk e bën zoti Noka, po e bën Komisioni i Operacioneve Elektorale. Kështu që edhe kjo është një artific tjetër për të mos lënë asnjë derë hapur për të shkuar në gjykat. Mori fund lëvizja e Saljanit për ju? Nuk mendoj që ka pasur një lëvizje reale. Ose më saktë, ndoshta është perceptimi im i gabuar, po për sa kohë përqendrohet në një figurën e një individit vetëm pa një platformë të qartë politike, nuk do ta konsideroj lëvizje, do ta konsideroj një fillesë ndoshta të një grupimi brenda PD-s për të parashtruar një alternativë të re brenda PD-s, por politikisht nuk mendoj që arriti në nivelin e një lëvizje politike. Çfarë i bën Partisë Demokratike ky proces? E bunkerizon më tej. Në të gjitha ato që ka ndodhur deri këtu. E bunkerizon më tej. Ajo që ka ndodhur në PD duke filluar që nga viti 2023 është kalimi i peshës politike nga struktura partijake në strukturën parlamentare, që do të thotë sot peshën politike në Partinë Demokratike ka grupi i deputetëve. Dhe po të shikoni gjitha strukturat drejtuese të PD-s drejtohen nga deputetë. Që do të thotë është akumuluar gjithë pushteti brenda grupit të deputetëve, pjesa tjetër e strukturës së partisë ka peshë pothuajse zero në vendimarrje, dhe ky grup i deputetëve pastaj drejtohet nga një individ i vetëm që drejton në mënyrë kumulative të gjithë partinë, që është Sali Berisha. Kështu që për sa kohë që nuk shpërndahet pjesa e peshës politike në strukturën vendore të partisë, në strukturën drejtuese të partisë, sot që flasim partitë, PD-ja duhet kishte një këshill kombëtar që ka jo funksional ose jo vendimmarrës, ose mblidhet vetëm ato raste kur i duhet Berishës marrë ndonjë vendim. Dhe kjo nuk është risi, që të jemi të sinqertë.
Gjithashtu ka një kryesi që mbledh vetëm në raste kur i duhet Sali Berishës të bëjë një dekret për shtyp apo të marrë një vendim tjetër. Kështu që janë devitalizuar gjithë strukturat politike të partisë e përpasoj ka ngelur e vetëm strukturë politike është Flamur Noka, Gazmend Bardhi dhe kush është tjetër që është në parlament. Edhe kryetari. Kështu të gjithë të lumtur në opozitë. Absolutisht po. Ky ka qenë qëllimi që në parë zgjedhjeve 2025, që t'jemi sinqert. Personalisht kam pas gjithmonë mendimin se Sali Berisha nuk ka hyrë në betejën e 2025 për të fituar zgjedhjet, ka hyrë për të fituar primatin e opozitës, cilin e fitoi, dhe në mënyrë të primatit të opozitës do përpiqet mbyll çdo shteg të mundshëm që degëzime të Partisë Demokratike apo subjekte që militojnë në të njëjtin krah politik me Partinë Demokratike të mos kenë ardhmëri politike, duke le të themi bunkerizuar opozitarizmin në Shqipëri. Domethënë betejë e Sali Berishës nga 2022 ka qenë që ai të quhej lideri i opozitës, personi i cili ishte opozita. Dhe këtë betejë po e realizon me sukses. Unë ju falenderoj shumë zoti Kthupi. Faleminderit që ishit me ne ditën e sotme, kënaqësi për ne. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka kritikuar uniformat blu në Korçë dhe në Elbasan për punë të pamjaftueshme kundër armbajtjes paleja. I kërkoi rritjet menjëhershme të performancës dhe në luftën kundër drogës dhe kapjes personave në kërkim. Në fokus u vendos dhe siguria në shkolla, njerësh dhe kontrolli i territorit. Në goditjen e armbajtjes paleje nuk është bërë punë e mjaftueshme. Pa kënaqësi krye polici shprehu në takimet me strukturat vendore në dy qarqe, në Korçë dhe në Elbasan. Skënder Hita kërkoi rritje të menjëhershme të performancës në terren, duke theksuar mangësi në parandalimin dhe goditjen e armbajtjes paleje, trafikut të lëndëve narkotike dhe kapjes së personave në kërkim. Një tjetër fokus i rëndësishëm ishte lufta ndaj kultivimit të bimëve narkotike, krimeve mjedisore dhe zbardhja e ngjarjeve të mëparshme kriminale përmes përdorimit të informacionit nga inteligjenca policore. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka kërkuar gjithashtu një rritje të reagimit në terren dhe përdorim më efikas të teknologjisë në shërbimet e policisë rrugore, si edhe ndëshkim të parkimeve të gabuara që pengojnë qarkullimin dhe rrezikojnë sigurinë e qytetarëve. Në fokus të veçantë është vendosur dhe siguria në shkolla, ku është kërkuar angazhim maksimal nga të gjitha strukturat e policisë për parandalimin e çdo rreziku dhe reagim të menjëhershëm ndaj çdo shqetësimi të qytetarëve. Për policinë kufitare, Hita ka theksuar nevojën për rritjen e kontrollit ndaj krimeve ndërkufitare, trafiqeve dhe emigracionit paligjshëm, si edhe përmirësimin e shërbimit në pikat e kalimit kufitar, që sipas tij janë kontakti i parë me qytetarët dhe turistët. Në përfundim të këtyre dy takimeve u kërkua angazhim maksimal dhe luftë pa kompromis ndaj paligjshmërisë në të gjitha nivelet e strukturave policore. Pasurit e konfiskuara të krimit do të shkojnë në favor të shërbimeve për komunitetin. Ministria e Brendshme u ka kaluar 150.000 euro të ardhura nga buta e krimit organizatave jo fitimprurse për projekte sociale për njerëzit në nevojë. Pasuritë e konfiskuara nga krimi do të rikthehen në investime ku në fokus kanë ofrimin e shërbimeve në komunitet. 150.000 euro pasuritë të krimit kalojnë te 21 organizata jo fitimprurse për projekte sociale. Janë 21 të tilla, të cilat janë vlerësuar në dobi të komunitetit, ku përfshin të gjithë qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme dhe vërtet më vjen mirë është se gama e aktivitetit që mbulohen pra varion nga mbështetja dhe rehabilitimi i viktimave, qofshin viktimat të trafikimit apo viktimat të dhunës në familje, tek parandalimi i përfshirjes në kriminalitet të rinjve. Edhe vitin e ardhshëm do të hapet sërish një tjetër thirrje për organizatat që duan të përdorin pasuritë e konfiskuara. Vitin e ardhshëm përsëri do të njëjtën thirrje do ta hapim përsëri për organizatat që të kenë mundësi të marrin dhe të përdorin pasuritë që janë konfiskuara. Ndërkohë, u nënshkrua edhe një marrëveshje mes Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe Shërbimit Social Shtetëror, ku në fokus është adresimi i fondeve për nevoja konkrete sociale. Ndihma e parë pas aksidenteve është shumë e rëndësishme. Mjekët thonë se gabimet në trajtimin e parë para mbërritjes bluzave të bardha mund të lënë invalid të aksidentuarit. Aksidentet sipas statistikave nga mjekët janë shkaku kryesor për traumat. Ndihma e dhënë në mënyrë të gabuar pas një aksidenti mund të vonojë trajtimin e të lënduarit dhe në rastet më të rënda mund të çojë deri në invalidizim të tij. Shqetësimi ngrihet nga mjekët, të cilët tregojnë raste që përballen në punën e tyre. Jo rrallëherë na vijnë pacienta me dëmtimeve të rrugëve
sime respiratore të kavitetit oral, me shqyrje të buzës, gjuhës, thyrje të dhëmbëve, pasi nuk dini me procedurë bazike të lirimit rrugëve frymëmarrjes, që nga ngritja mjekrës apo ngritja noflës. Janë dy procedura tjera që s'kan nevojë që të realizohen procedura të dhunshme, të cilët jo rrallëherë dëmtojnë vetë pacientin. Mjekët apelojnë për të kontaktuar shërbimin e urgjencës dhe për të ndjekur sugjerimet e specialistëve, ndërsa theksojnë nevojën për më tepër edukim në dhënien e ndihmës së parë. Të rrallëherë pacienti ka prik nga gjaku dhe shkon me mjetet e veta në spital. Edhe pse është shërbimi paraspitalor i përgjigjen thirrjeve, shumica vijnë me mjete private. Trauma është një sistem i cili është e integruar gjithë shoqëria. Çdo grup shoqëror ose çdo person përgjegjës do të marrë përgjegjësitë e veta që në çdo nivel të bëjë atë që quhet edukim në vazhdim i popullatës me një komprimim thjesht, një procedurë krejt e thjeshtë, e cila mund ta realizojë çdo njeri i cili ka trajnimin minimal ose bazik, bën ndalimin e hemorragjisë dhe pacienti nuk vjen me hemorragji të shprehur ose me humbje të gjakut të sasive të cilët janë jetë kërcënuese për pacientin. Traumat më të shumta sipas mjekëve vijnë nga aksidentet rrugore, ndërsa mosha më e prekur është ajo aktive. Situata e cila për momentin është relativisht më e stabilizuar, pasi nuk kemi në pikun e saj. Traumat, pikun e vet e kanë në periudhën e muajve të verës, ku fillojnë vakancat, ku vinë edhe turistë huaj tashmë e njohur që janë rritur ndjeshëm në Shqipëri me shifra enorm duke krahasuar me vitet tjera dhe ardhja e migrantëve. Mesarisht trauma në vit kemi. Jo më pak se 50.000. Aksidente me makinë ose me mjetet lëvizshme janë vend deri akoma ngelen, janë shtu aksidentet në punë. Menaxhimi i traumës ishte një prej çështjeve të diskutuara mes mjekëve në konferencën me fokus reduktimi i dëmit që mund të vijë nga mënyra e reagimit apo stili i jetesës. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live, të tjera zhvillimet për ditësuara minut 5 minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.